klasik. Por as plazhi nuk më pëlqen. Në përgjithësi, asgjë nga vera nuk më pëlqen, më lodh shumë. Kështu doli dhe keku, tani do ta provojmë. Këtu e ka papadashi, por sot kemi vendosur që të shkojmë në Gjirin e Lalzit, është hera e parë që unë shkoj aty për plazh. Çfarë më duket mua ironike në këtë rast është se pushteti nuk, domethënë i leverdis diçka, ajo kthehet në pronë private, ndërkohë që sa prona private ne kemi parë, kemi dëgjuar, sa toka, sa shtëpi. Ja, na i mori buri dhe kafen. Kjo është arsyeja pse nuk futem në ujë. Këtë doja të thoja pak më parë. Ha, me ti! Përshëndetje nga një video e re, unë sapo po përfundoj make-upin, sepse kam për të bërë disa xherime për sot. Kam sistemuar pak dhe flokët. Edhe make-upin që bëj gati gjithmonë. Mendova që të hap një video sot, edhe jam bërë pak nostalgjike. Të mendosh që për një javë bëhet fiks një vit nga dita ku unë jam zhvendosur në këtë shtëpi, edhe në Tiranë, në një qytet të ri. Më përpara nuk isha larguar asnjëherë nga familja, kisha qenë gjithmonë aty tek qyteti im, të gjitha afër, çdo gjë e aksesueshme, njerëzit që njihja, e të tjera. Edhe nuk e di, më ka kapur kjo ndjesia, është shumë e çuditshme se sa shpejt ka kaluar koha. Dhe në të njëjtën kohë unë akoma jam me atë ndjesinë që nuk kam si ta shpjegoj, po më duket sikur thjesht jam përkohësisht këtu, edhe do kthehem përsëri në shtëpi, do kthehem përsëri në qytetin tim. Nuk e di, nëse donjëherë do arrij që të mësohem me idenë që tani jam këtu, edhe është disi përfundimtare. Ndoshta ju ndodh të gjithëve, ndoshta më ndodh vetëm mua, po malli është gjithmonë aty, edhe sado që kalojnë ditët, këtu ritmi është shumë i shpejt, përsëri ka diçka që nuk është në këtë qytet, edhe pse ti ofron të gjitha, edhe pse ke punë, edhe pse ke çdo gjë tjetër, ka diçka, është ajo ndjesia shumë e veçantë e shtëpisë që ndoshta nuk do ta gjej më asnjëherë. Gjithsesi, unë kam vendosur tani drekën. Do t'ja tregoj pak edhe ju. Jemi në muajin e 5 të regjimit, ushtrimeve dhe këto. Ndjem shumë herë më mirë me trupin tim, normal që kam pasur dhe ndryshime fizike, pra në peshë, në centimetra dhe në të gjitha këto. Dhe është një nga gjërat më të mira që unë kam bërë këtë vit për veten, sepse i kam dedikuar vetes pak më shumë kohë, i kam dedikuar vetes pak më shumë kujdes, edhe ndonjëherë harrojmë që shëndeti është shumë i rëndësishëm. Prap, nuk mund të them se jam perfekte, ka ditë që nuk ka një vakt, nuk ka 2 vakte, ka ditë që mund të ha jashtë nga nxehtimi dhe këto, nuk është se çdo gjë shkon perfekt, po të paktën përpiqem që shumicën e kohës, ose më saktë shumicën e ditëve, unë të bëj më të mirën, edhe të dedikohem pak më shumë në aspektin e ushqimit dhe në aspektin e ushtrimeve. Thjesht dua të jem pak më shumë aktive në YouTube, sepse ndihem në faj kur më shkruani pse nuk e postuar, ose kur ju jap fjalën që do postoj dhe nuk postoj, më duket sikur le diçka pa bër. Edhe unë dua në përgjithësi që të arrij të bëj të gjitha, prandaj dua t'ju kujtoj, nëse ju pëlqejnë videot e mia dhe nëse doni të shikoni më shumë video nga unë dhe të më motivoni më tepër, ju lutem bëni një subscribe, like kësaj videoje, një koment, që unë ta kuptoj që ju vërtet doni video të tjera, edhe ndoshta kështu do jem më motivuar, do kem më shumë dëshirë për të hapur kamerën, për t'ju treguar ndoshta dhe budalliqe dhe gjëra të vogla, gjëra ndoshta pa kuptim ose jo ndonjë gjë të veçantë, por thjesht të dalë të flas, të kem dikë aty që po më dëgjon, për mua është shumë e rëndësishme. Sidomos këtu në Tiranë që
si që thash, jam larg çdo gjëje, larg familjes, larg shoqërisë. Jo se nuk kam krijuar shoqëri të reja, por nuk është e njëjta gjë, nuk mund të ndjesh njësoj me këto. Dhe e kam pak të vështirë. Pjesën më të madhe të kohës jam e mbytur në punë, edhe nuk më del koha as të takoj dikë, qoftë edhe për të pirë një kafe. Kështu që jam vetëm unë dhe shoku im në 90% të kohës, 10% të kohës mund të gjej pak mundësi për të takuar dikë, por edhe kur e takoj ose edhe kur dal, nuk është njësoj si me shoqet e mia, shoqet e zemrës që më mungojnë, nuk është njësoj si me motrën time. Kisha bërë një kështu, për drekën duhet të shkoj ta heq. Nuk është njësoj, asgjë nuk është njësoj, siç ka qenë dikur, por gjithsesi duhet të shikojmë gjithmonë anën pozitive dhe unë këtë përpiqem të bëj. Dhe ndonjëherë kur flas këtu në YouTube edhe kur shprehem, më duket sikur kam shoqe aty që më dëgjojnë edhe ndoshta ndihen si unë, ndoshta e gjejnë veten tek unë, ose ndoshta i motivoj, ose ndoshta i bëj të shohin gjërat pak më ndryshe, ndoshta ndryshoj ditën e dikujt. Këto janë gjërat vogla që unë vërtet dua që të arri nëpërmjet videove të mia. Këtu është edhe dreka, kam përgatitur fileto pule të marinuar dhe patate të ëmbël dhe patate të thjesht, një mix pra. Edhe tani do i peshoj këto, sepse çdo gjë e peshoj para se ta ha. Gjeni pak kush ka prer biletat për të shkuar te koncerti i Yllit. Tarova t'ja u thoja erën e kaluar në vlogun që mbylla. Por po, në datën 12 qershor jemi në koncert tek Ylli, mezi kam kapur biletat, kam ndendur 5 orë me telefonë dorë. Më falni, s'më. Edhe po thoja mezi kam kapur biletat, kam ndendur 5 orë me telefonë në dorë, duke qenë se fillimisht u postua në orën 12 që do hapej shitja zyrtare e biletave, pastaj u bllokua sistemi, u hap në orën 6, u bllokua prapë dhe përfundimisht i kam prerë nga ora 8:30 me zemrën në dorë se mos më mbaroheshin dhe faktikisht mbaruan shumë shpejt, po të paktën i kapa 2 bileta, kështu që në datën 12 do t'ju marr me vete, do shkojmë tek Ylli. Unë Yllin e kam takuar para 3 vitesh, më duket, po. Nuk e kam bërë vlog atëre, nuk besoj se e kam treguar këto në YouTube, gjithsesi do t'ju le videon me Yllin që kam në telefon, e mbaj kujtim gjithmonë. Edhe po, është nga këngëtarët e vetëm që mua më pëlqejnë vërtet, edhe i di çdo këngë, edhe është i vetmi për të cilin do paguaja të shkoja. I vetmi. Ndoshta jo i vetmi, mund të ketë pak këngëtar që unë do shkoja të paguaja për t'i parë. Kështu që për Yllin ja vlen, është my favorite. Tani, çfarë doja t'ju tregoja unë, janë këto këpucët që sapo më kanë ardhur. Faktikisht kanë 5 ditë që më kanë ardhur, nuk do gënjej këtu. Dhe doja që t'ju tregoja pak, nga kjo. Është me kartë vizit, e kisha bashkëpunim për në Instagram, po gjithsesi unë po ja u tregoj dhe këtu se ju kam lënë pak pas dore. Këto nuk është se jam treguar shumë e mirë me ju. Janë këto këpucët këtu, lëkur, shumë të bukura, kam pak tak. Faktikisht unë i kisha zgjedhur në ngjyrë të bardh, ngjyrë pana më sakt, po nuk mi sollën, më kishin ngatruar. Dhe mi kanë vënë të zeza. Unë të zeza kam edhe të sheshta, po haj se këto kam pak tak dhe dua t'ju them që janë këpucët më të rehatshme. Nuk di domethënë, kur kam marrë palet e para kam qenë shumë dyshuese, kam thënë ja vlej, nuk ja vlejnë, ti marr mos ti marr, por në fakt ja vlejnë shumë, janë super të rehatshme, nuk e keni idenë, kjo pjesa këtu është e butë, nuk e ndjen fare në këmbë, dhe pjesa e gishtave gjithashtu është shumë e rehatshme se unë kisha frikë se mos më vrisnin. Mendoni, unë i kam veshur këto, kam ecur mbi 40 minuta. Kështu që të ecësh mbi 40 minuta në vap dhe mos ta ndjesh fare lodhjen, është diçka shumë e mirë. Këto janë në ngjyrë të zezë. Tani fola me fashion, edhe duke qenë se më kishin bërë gabim ngjyrën, pa dashje, do më dërgojnë dhe ngjyrën tjetër, kështu që do t'i bëjmë koleksion këto këpucët, më duket, po ja vlen se janë vërtet shumë të lezetshme dhe janë shumë të rehatshme me të gjitha, kjo është e rëndësishme.
sa po bëra gati edhe tani do dalim, ndryshova vetëm outfitin, një veshur me zezë, vesha këpucët që ju tregova pak më parë dhe rregullova vetëm pak make-upin, kaq asgjë tjetër. Do dalim të pim një kafe, besoj. Është shumë vap. Shumë vap, edhe nuk po i gjeja asgjë çfarë të vishe tani, se kisha shumë vap, doja të visha xhinse, edhe jam bërë pak me nerva. Sa më kaloi kjo. Së dija kam thënë që e urej vapën, po e urej vapën. Nuk e duroj do të fare. Nuk e di si do bëjmë tani 3 muaj me nervat e shkatruara nga vapa. Ma prish komplet humorin. Nesër nuk e di çfarë do bëjmë, nesër është e diel, po them që të ikim në plazh, ta hapim sezonin për të parë këtë vit, të marrim pak ngjyrë. Më shumë për ngjyrën dua, se plazhin se kam qef shumë. Po, kur merr atë ngjyrën kështu në çokollatë, dukesh pak më bukur, duken dhe rrobat pak më bukur. Por, as plazhi nuk më pëlqen, në përgjithësi, asgjë nga vera nuk më pëlqen, më lodh shumë, kështu që nuk e di si është për ju. Besoj se shumica mezi e presin verën, ndërkohë që për mua nuk është kështu. Mua më shumë më pëlqen pranvera, që është me temperatura neutrale edhe vjeshta. U çuam, bëm pakecje dhe tani do ikim për në shtëpi. Po perëndon dhe dielli, dita është zgjatur shumë, ora është 8 fiks gati, kështu që tani të ikim në shtëpi. Të shohim çfarë do bëjmë për darkë. Përsëri tani vendosa që të bëj një kek. Dje isha për pazar edhe kam marrë këtë mielin i cili është gati. Pra këtu kemi çokoladën, mielin, baking powder, të gjitha brenda kjo përbërja. Është e gjithë qesja 450 gram, pra përdoret e gjitha. Hidhet në një tas edhe do ta përziej me vaj,
që vajin duhet ta shtojmë ne, dhe 3 kokra ves. Tani, jam shumë kurioze si do dalë, se është hera e parë që po e provoj, se zakonisht e bëj vetë, pra dhe përzierjen e kësaj përbërjes këtu. Por e pash në TikTok e kishte bërë një gocë, edhe kishte dalë shumë e mirë, edhe thash ta provoj një herë, u influencova dhe unë. Edhe këtu kuptoj pse është e rëndësishme puna e krijuesit të kontentit, sepse kur influencon dhe vetë imagjino dhe njerëzit e tjerë se sa ndikohen. Dhe vendosa që ta provoj. Ka aromë shumë të mirë. Ndërkohë deri tani isha shumë e mërzitur, sepse po shikoja këto pamje që janë në të gjithë rrjetin, si në TikTok, si në Instagram, ku tregohet, bëra një gabim, po do marr një tas tjetër të ra vezët dhe varin. Po hedh një herë këtë këtu, fillimisht, se kisha mendje. Ku po idhen të gjitha pamjet nga protesta që ishte zhvilluar sot në Zënec. Shumë njerëz ishin ndjerë keq, shumë të tjerë ishin keq trajtuar, policia nuk kishte reaguar. Edhe them të drejtën jam prekur shumë, nuk e kuptoj diçka pse vetëm në vendin tonë duhet të ndodhen situata të tilla. Vazhdimisht shohim të tilla situata, edhe është vërtet për të ardhur keq. Edhe di cila është ironia dhe ajo që po mendoja tani. Dje kishte dalë kryeministri në një konferencë, duket se ishte 35 vjetor i partisë, diçka e tillë, edhe kishte deklaruar që për këtë situatë shteti nuk ka çfarë të bëjë sepse është pronë private dhe ai që ka pronën e ka shitur në Terezit vet. Por, çfarë më duket mua ironike në këtë rast është se kur shteti nuk, domethënë, i leverdis diçka, ajo kthehet në pronë private. Ndërkohë që sa prona private ne kemi parë, kemi dëgjuar, sa toka, sa shtëpi, që nga pronë private padashje janë kthyer në pronë shtetërore, edhe ai pronari vërtet nuk ka pasur asnjë lloj të drejte që të marrë pronën e vet. Pra, këtu kemi një standard të dyfisht, kur duam e bëjmë pronë private, kur nuk duam e kthejmë në pronë shteti edhe e lëm pronarin pa pronë. Gjithsesi më vjen vërtet shumë keq, nuk e di se si do jetë zgjidhja, por me sa parë situata ishte vërtet shumë e rënduar. Edhe pastaj është ajo pjesa që thonë mos ik nga vendi yt. Shikoj vendin me sy pozitiv, përpiqu të punosh këtu, përpiqu të investosh këtu, po duke parë këto gjëra, çfarë të investosh edhe çfarë të shohësh me sy pozitiv. Të shohësh vetëm disa njerëz që pasurohen edhe fërkojnë barkun edhe nuk e dinë se sa prona edhe se sa të ardhura kanë duke vjedhur, edhe nga ana tjetër të shohësh njerëz që mezi nxjerrin bukën e gojës edhe mezi kalojnë muajin me të ardhura minimale që janë të turpshme, me çmime dhe të gjithë standardin e jetesës që të paktën është sot. Sidomos për Tiranën flas, çiftet e reja nuk bëhet fjalë që të marrin shtëpi apo të sigurojnë gjërat minimale, mund të them. Veshje dhe gjëra minimale, mos diskutojmë pastaj pushime apo gjëra që as nuk llogariten me këtë standard që kemi. Nuk e di, jam shumë e prekur. Shpresojmë që të ketë një zgjidhje dhe nuk di as si të reagosh në këto raste, nuk di asgjë me pak fjalë. Nuk di asnjë gjë. Kam përshtypjen që mua do më duhet edhe një vezë tjetër, se po më duket shumë e ngurtë kjo masa. U dhe vaj ta moj? Po. E mata vaj në peshore. Do t'i shtë edhe një vezë tjetër. Dhe thot me 3. Po me 3, po. S'po bërë me 3. Nëse ka me 3 vezë struci. Nëse ka me vezë të mdhaja, se s'pa kuptoj. Në ato të struci, ja që s'kide vezë.
Qa mendimi ke për situatën, se s'na dhe asnjë lloj opinioni? Po t'lash më folë me shpalos si i den tone. Unë e shpalosa idenë time. Duam të dimë dhe nga ty tani qa mendimi ke. Në lidhje me? Me Zvërnecin edhe faktin që kanë vendosur një garë, kanë filluar ta kthejnë në kantier, Zvërneci. e kanë deklaruar si pronë private, nga dje sot doli pronë private, ndërkohë që deri dje shkoje pa problema tjetë, tani nuk të lejohet të Zvërneci ka futesh. qenë kështu, par kontar. Po, dhe Kanë i mbrojt, dhe shteti. po, dhe është ekosistem që ka gjallësa shumë të ralla. Shumë të ralla dhe që Po. janë të mbrojtura, që duhen mbrojtur. Po pra. Ky më 2024 i fulli ligjin edhe e hoqi nga e zona mbrojtur. E hoqi? Se po, se i doli 16 pronari. Ah. Më kanë afaqat ky boti. Okej, do me thëmë ti mendoj që ka qenë çdo gjë e planifikuar. Ua, ku ka nuk mos gjë në Shqipëri po planifiku. Zvërneci, Rjolli, dhe më thënë janë të zonat që janë pike strategjike. Është një pjesë. Nuk e di nëse të ka dalë ty, po më ndoli dje është një zotëri që nuk jeton më, nuk e di se kishte Mustafa e mbi emrin. Aha, pastriot Muftare. Muftarar. Ai kishte deklaruar para se të bëj, para se të vinte PS-ja në pushtet, pra para se të bëj ai koalicioni LSI-PS, që u bashkuan dhe mundën Berishën, sepse në fillim ka ardhur Rama, ka ardhur me Ilir Mecën në pushtet. Po pra, Po, para se të vinte, ai kishte deklaruar që e gjitha kjo ishte, më thënë e kishte parashikuar këtë që po ndodh sot, aktualisht edhe burgosjen e Sali Berishës, edhe burgosjen e Ilir Metës, dhe ai Arestimin e Sali Berishës. arestimin, në fakt, po bëri burgim, arrest shtëpi e bëri. Po, nuk o burg arrest. Okej, po, në rregull, s'ka problem. Thjesht Thjesht i kishte parashikuar, do të thoja, Po. dhe thoshte që përveç kësaj, Rama nuk është se arriti vetë të ishte në pushtet. Rama është një plan më i madh. Pra, pas e ndjek në përmendje. po e kam ndjek dhe kam Ka pas dëgjuar shumë dje. shumë histori konspirative ky zotnia. Po, por rezulton shumë e vërtet. Do me thënë që Rama nuk është se po i bën këto me kokën e vetë, më kupton? Është dikush tjetër nga mbrapa Ramës, dhe Ramën thjesht po e përdorin për të arritur qëllime të tjerët, pra nuk e di ndërkombëtar, njerëz që kanë më shumë pushtet, më shumë fuqi. Leku. Tani po edhe këtë kekun këtu te forma. Sa i duhet. Edhe ka një aromë shumë të mirë, shpresoj tani ta kem. Po sheqera i jep? I ka të gjitha brenda, tha ajo. Edhe sheqera? Po, po. Është vetëm për vezë dhe për vajt donte. Qopi e që nga bo. Qa ka bë kinezi? Sa kiles që ishte? Jo. E them unë me batut. Nëse është për ta Sa ardhur minuta keq. thot? Sa minuta thot për me atje? Edhe e di çfarë më vjen më shumë keq që nuk kisha qenë asnjëherë aty. Në Zvërnec. Sa ishte mundësia për të qenë. Ata nuk. E tani po e shikojmë nga larg. Që nuk shkove sot, që po protestë në ato. Gjashme policia private po mbrot tokën pronën private, a kupto? Po. Po pra, dhe policia nuk reagonte fare në momentin që ata po merrnin atë zotrin zvar. Po pra, po. Kjo më bëri Pra, përshtypje gjashme mua. policia ty ke puna private, pra. A pra, po gjas me të gjitha skenare janë këto. Skenare Si janë të Njerë vërtetë. Shqipëria. Tani ta shkojmë për sa do piqet kjo. E di shpresoj që të zgjidhen, po se çdo gjë tjetër unë mendoj që kjo gjë do harohet për Për një javë. maksimumi 2 javë. Haj, po e shtojmë pak. Edhe do quhet sikur s'ka ndodhur asnjëherë. Sikur po harrohet ajo e Rjollit, që ishin ato atje në Rjoll. Ka muaj në Izraelit e goti aty. Fuka tekun në furn, nuk e di sa minuta duaj. 30 minuta, vendosa pak kronometrin 30 minuta. Ka mos si telefon ti. Telefon. Tani do presim
që të pishet keku dhe do t'ja t'rregoj në fund rezultat. Kështu doli dhe keku, tani do ta provojmë. Këtu e ka papadashi kur e nxorë nga forma. Është për syrin e keq ajo, ta provojmë edhe ta shkojmë se si do jetë. Keku është bërë shumë i butë. Edhe nuk është shumë i ëmbël. Se ka shumë fare. Shumë i mirë. Shumë i mirë. Ja veti. Ta marrim nesër me vetëm. Ja veti buzo. Shumë mirë. Duhet ta provoni. Mirëmëngjes nga dita tjetër, unë sapo jam bërë gati. Edhe vesha këtë outfitin kështu të bardhë tani për momentin, pastaj kam marrë një fustan të hollë kur të kthehem, se e di që kur të kthehem do duroj dot asgjë sipër. Dhe tani do nisemi, ora është 8:10 e mëngjesit. Gjithmonë që jam për të shkuar diku, më del gjumi dhe zgjohem kaq herë, nuk e kam fare problem. Nga qefi mos, më të keni gjithë natën. Po pra, do nisemi tani. Sot kemi vendosur që të shkojmë në Gjirin e Lalzit, është hera e parë që unë shkoj aty për plazh. Nuk e kam idem fare se ku do shkojmë fiks. Domethënë kam qenë vetëm një herë tek resorti Melia për një event që kishte zhvilluar Sara, nuk e di nëse mbani mend nga vjet. Edhe për plazh dhe herë të tjera nuk kam qenë asnjëherë, kështu që do jetë eksperienca ime e parë. Jam vërtet shumë kurioze se do jetë pastërtia, shërbimet, çmimet, nuk di asnjë gjë, do t'i ndaj të gjitha me ju. Dhe një fun fact është që kam marrë disa gjëra me vete. Atë kekun që bëra dje mora me vete, gjëra të vogla kështu, sepse kam qejf që kur iki diku, të kem edhe disa gjëra me vete. Të shohim si do jetë aty. Nuk e di nëse do futem në ujë apo jo, po do ta mendoj deri atëherë. Po të shkosh në plazh mos futesh në ujë. Për çfarë bie? Për rrin shtëpia të cellën. Pa një diellës, të cilli ka restorane ke shtëpia. Diellin përfitoi në balkon. Po s'bie diell në balkonin tonë, po të binte zi ajo. Bie gjuj rastin kur të bie. Nuk e kam me shumë qef. Po të se kuptoj, të shkosh... E di pse nuk... Të shkosh në plazh mos futesh në ujë. Po ja, të shkosh disko mos kërcesh. Ta shpjegoj unë pak. Pse nuk e kam qef. Nuk e kam qef sepse kryesisht këtu në Durrës sidomos është uji vjen i cekët, pra duhet të ecësh që të vi thellësia e ujit e para. E dyta, ti je në notare e madhe, ne. Po jam notare, se s'jam. Kur dal nga uji këtu në Durrës është me rër, edhe ajo rëra më ngjitet në gjithë trup. Edhe po thoj e kam shumë bezdi rërën, më ngjitet në çdo gjë, në këmbë, në rroba, në çantë. Më kryet trupi pastaj, nuk e duroj dot veten. Dua thjesht se ndalove. Po je 2 minuta. Jana i mori buri dhe kafen. Shpejt e shpejt. E që nga shumë i bukur ky plazhi. Kjo është arsyeja pse nuk futem në ujë unë. Këtë doja të thoja pak më parë. Ha me ti. Skandal. E ha. Çaj haxhi. Plazhi që nga super, është shumë qetësi, edhe shumë pastër, më pëlqeu shumë.
Çmimi këtu I shezllonit ishte 10.000 lekë të vjetra, që mendoj se është super e arsyeshme. Edhe tani përshir pak diellin, kam vendosur këtë ditë të nxihem si asnjëherë më parë. Nuk është as shumë vap. Akoma nuk kam rënuar, do ta mendoj. Përtoj të them të drejtën se është pak larg. Ej, vajte shumë vonë. Do ikim? Vajti vonë sot. Unë përpëllon trupi, hajde I. S'kom fajnë se rrejgjesh pjellë. Të lutem, Po zotin jo, mo, te në gjasht. E shtyfa. A të vjen keq për mu? Po që keq për ty e shizlon për qertë, që keq me marrë? Do kërkoj ndim. O, kërkoj ndim, Du me I ke shpia, du me pasdru, du me ndaj në shpi, fresk. Po Sofia, po pse a fut kot të shima, pa na solle, se nuk të vi mama. është vonë, vajtë ora 2. është vonë ora 2. Po. Din 4. Du me I vërtetë? Po. Hajde, qo vishë. Qo? Ikëm njerës, u kënaqëm shumë, ndërkohë flokët e mia janë bërë kaçurella, janë kthyer në origjinë. Tani do ikim në shtëpi njerë fillimisht, pastaj do t'ju tregoj më vonë se çfarë do të bëjmë. Ndërkohë për sa I përket eksperiencës këtu te ky plazh që ishim, unë do t'ja ulej emrin poshtë. Më pëlqeu çdo gjë. Asnjë lloj ankese, kaluam shumë bukur. Po, ja vlen. Të vini edhe me familjen. Ishte në mega luks, ishte vendi qetë. Vendi qetë dhe çmimet shumë mirë. Çmimet, shazlloni 10.000 lekë. Familjar, qetësi, pa ndonjë party ose kështu. Ishte fiks për t'u qetësuar një diel, për t'u shkputur pa nga rutina, për të marrë pak reze, u ishte I pastër, ëra ishte e pastër, këto kanë rëndësi, besoj. Këto janë kryesoret. U ishte pak I ftohtë për mua, si Në dalin tete shi? Po. Shi, si jemi bërë. Shpresoj mos më përvëlloj gjatë darkës. Ja ku jemi përsëri pas 3-4 orësh. Kemi bërë dush, jemi çlodhur, hëngrëm diçka në shtëpi, edhe u mora pak edhe me disa postime që nuk I kisha bërë. Tani do dalim pak. Dolëm fillimisht me makinë deri në një farpike. Edhe pastaj do bëjmë ecje. Është një zonë ku ne bëjmë ecje gjithmonë. Dhe kaq, ndoshta pim edhe një kafe. Doja të takoj edhe një shoqe, po nuk e di nëse do ta takoj, a do arrit ta takoj apo jo. Si dukem këtu tani në këtë moment, duket që jam përgjumësh. Edhe e lodhur, po gjithsesi doja që të dilja. Meqense nesër fillon e hëna, rutina, punë dhe çdo gjë, doja ta shijoj edhe pak këtë të dielën. Edhe tani është fiks perëndim dielli, nuk është vap. Jam veshur me gjata nga poshtë, më kishte zënë dielli shumë. Me thënë, në aty te plazhi nuk dukej, po këtë pjesën këtu, po ta vini re. Mund të them që jam djegur, shpresoj që të fle rehat sot. Po, këtë pjesën këte njerë, do më thënë anën e majt, bashkë me këmbën, bashkë me kraun, edhe këtë pjesën këtu, shikojeni pak se si jam këtu. Më ka zënë shumë keq nga që më binte dielli kështu. Si binte dielli? Kështu. Edhe nuk e ndrova anën, do më thënë jam gjysmën e trupit jam e djegur, në gjysmën e trupit jam okej. Por këtej do erësoj më shumë edhe këtej gjysma tjetë do bëjmë se ajo goca që është gjysme e bardhë, gjysme e zezë. Nuk e di, aju ka dalë në... Si ato biskotat. Si ato biskotat, po.
Nuk e di nëse ju ka dalë është një gocë e cila është fiks simetrike edhe një pjesë e ka shumë të errët, ndërsa pjesën tjetër e ka të bardhë komplet. Do t'ja u lej këtu anash se vërtet ajo më kujtua tani. Edhe kur e pash veten në pasqyrë ishte fiks kështu si e ndar me thik. Aq, çfarë themi ndonjë gjë tjetër? Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, nuk e di. Nuk e di se sa gjatë do dalë, sa e shkurtër do dalë. Është vetëm fundjava ime, di edhe sot kam xhiruar mjaftueshëm besoj, kemi folur, kemi diskutuar, kam treguar gjëra. Kemi bërë gjëra interesante, nuk ka qenë një fundjavë e mërzitshme dhe rutinë. Djeshmja ishte ditë e mërzitshme, djeshmja. Pse ishte mërzitshme? Po dje mos ditë mërzite fort. Dje po grindesha pak unë, po s'ka problem. Gjërat vogla. Më duron ti. Apo s'më duron? Që duron? Kjo ishte videoja që unë kisha përgatitur për ju. Do ta mbyll këtu, do ta editoj që të jetë edhe sa më, le të themi, jo e shkurtër, po të jetë e përmbledhur, të mos zjate me zjate, që ju ta shikoni me qef dhe sikur 20 minuta, 15 minuta të jetë, ju ta shikoni të gjithë të plot. Mos harroni të bëni një subscribe sepse është shumë e rëndësishme për mua dhe kanalin, nëse dëshironi të kemi video të tjera. Dhe mos harroni të bëni like këtë video. Gjithashtu po ju lej Instagramin tim anash, mund të më ndiqni dhe aty sepse dhe aty jam shumë aktive. Edhe dua t'ju falenderoj që keni qenë deri në këtë pjesë të videos, nëse jeni akoma këtu. Ju puth, ju dua shumë edhe shihemi në videon tjetër.